Territori shqiptar për datën 14 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në të gjithë territorin. Vranësira të pakta kalimtare do të shfaqen vetëm përgjatë zonave malore gjatë orëve të pasdites, por pas sjellëreshje. Temperaturat do të synojnë një rritje të lehtë duke sjellë një ditë tipike të nxehtë verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të nxehtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës priten rreth 12 deri në 14 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë, rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 33 gradë. Peshkopi 18 deri në 31 gradë. Tiranë 22 deri në 36 gradë. Durrës 24 deri në 33 gradë. Kavaj 24 deri në 33 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 37 gradë. Korçë 17 deri në 30 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë. Sarandë 25 deri në 33 gradë Celsius.